Ndërtimi i terrenit sportiv, kopshtit botanik, lulishteve, riparimi dhe lyerja fasadave e të tjera janë punët që po kryen këto ditë në shkollën nëntëvjeçare Dëshmorët e Prishtinës Shkodër. Ky projekt pasoi ndërtimin e sistemit të ngrohjes, për të cilin u investuan të paktën 50.000 euro nga Bashkia e Shkodër, ndërsa për punimet që po kryen aktualisht, projekti financohet me mbi 19.488.000 lekë të reja. Nën drejtori i kësaj shkolle, Sokol Zaimaj, duke përmbledhur punën që po bëhet, sqaron. Të terrenet sportive, sistemimi i këtyre tanoborëve që shef këtu, po llogarit lymjen, kaldojen, pra shpresojmë që do të kthehet një ambient shumë i këndshëm, një ambient më tepër qetësijet, këtu nuk mungen faktikisht asgjë, gjelbërimi jashtë, do të sistemohen prep lulishe, do të mbjellen lule, kena fillu punën me pikturat morale, në përmure, do të bëjmë edhe një tjetër, në fasadën e shkollës që ka lidhje me dijen, po llogarit që do të ndërhyjmë edhe prep me piktura morale të terrenit sportiv. Terreni sportiv është vizituar edhe prej tyre që kanë kalqetur shkurt në Shkodër, edhe kanë arriti konkluzion që është bë krejt me parametra shumë, më thonë, deri tash jena shumë të kënaqur. Zaimaj thot se në bazë të ecurisë së punimeve deri tani, besohet nga fundi i këtij muaji këtu gjithçka do jetë e përfunduar. Është drejt përfundimit, domethënë maksimumi them me punë të vogla që janë, po them shumë fundi i muajit është çdo gjë e kryme këtu. Nuk mungon edhe angazhimi si drejtori i shkollës, si staf që e shihni edhe vetë që kena filluar punën, po kjo koha nuk po na lën për me dashme edhe firmën, po edhe ne për me dashme arrit ata çka kena pas ide tona, shkurte, unë po flas se me diskutimet që kena pas përpara gjithë ta që shef, falti investimit, ide tona po realizojnë çdo ditë më tepër. Përveç punës që po bëhet sipas projektit për rregullimin e ambienteve të kësaj shkolle, vetë nxënësit dhe mësuesit janë angazhuar në zbukurimin e fasadave me piktura brenda dhe jashtë territorit të shkollës, duke i dhënë një pamje sa më të bukur kësaj hapësire.